Vetëm një kompani farmaceutike në qeverisin e tyre për 4 vite ose 3 vite të fundit ka marrë mbi 75 milion euro të nder. Buxheti për borna është rrit, po mungesat kanë qenë të njëjta. Ajo çka kemi pa një keq menaxhim skandaloz të listës esenciale të borna. Një ndërhyrje në këtë listë e cila nuk ka ndodhur asnjëherë më parë, edhe kjo ka qenë shumë publike. Një sistem që të krijojnë monopol për grupe të interesit dhe për kompani të veçanta farmaceutike. Futje dursh nga një grup që unë e kom quajt kriminal edhe çdo kush që në vete e mbroj me fanatizëm, edhe një mori landësh cilat i kemi dërguar në prokurin e shtetit për mu trajtu edhe ato çka kemi pa. Edhe për këtë arsye kem pas fatmirësisht më shumë buxhet për listën esenciale të barna dhe kem pas më pak barna, sidomos për smundje të rralla ose për ato që quhen barnat e shtrejta edhe ato kundër kancerit. Dhe paramendoni vetëm një kompani farmaceutike në qeverisin e tyre për 4 vite ose 3 vite të fundit ka marrë mbi 75 milion euro të nder. Domethënë po flasin për vetëm një kompani, në kuadër të asaj kompanie janë njerëz që kanë interferuar në këtë listë dhe i kanë lënë pacientët dhe i kanë lënë qytetarët pa furnizim të qëndrueshëm me barna. Ndërsa mungesa për material shpenzues edhe gjana që janë shumë elementare ka qenë ekstremisht e keqe, kur është fatkeqësi që i sheti qytetarët doktor Harbi dhe gjithë këta që punojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës, me ato qeset duke ngarënd rreth QKUK-s për gjana që janë shumë elementare. Kësaj sagme do t'i japim zgjidhje, do t'i shtojmë kujdes të shtuar, do t'a ngrisim nivelin e transparencës, nuk do t'lojmë individ të caktuar që janë pjesë e këtyre kompanive të punojnë ose të interferojnë në barnat e caktuar dhe të krijojnë favore biznesore ose favore personale. Kjo është ajo cila e ka dëmtuar jetën e pacientit, e ka vështirësuar jetën e qytetarit të Kosovës, edhe e ka lënduar shumë edhe buxhetin, sepse e thash kur të ki buxhet më shumë, qytetarët të dashur me pas furnizim qëndrueshëm, ndërsa ne kemi pasur më pak. Menaxhim digital i stokut farmaceutik dhe rregullim të sistemit për furnizim me barna, duke monitoruar në çdo kohë reale furnizimin dhe mos ngjesim në procedurat të prokurimit për interesat të grupeve të interesit, për interesa personale përmes tenderomanisë, e cila është evidente dhe e cila po ndikon edhe në furnizim dopt dhe është e pajustifikueshme se si mundet më rrit buxheti për barnat, ndërsa mungesat më shku duke u rrit. Në vend që me rritjen e buxhetit për barnat kishte furnizim më të mirë, ka ndodhur në vitet e fundit që buxheti për barna është rrit, po mungesat kanë qenë të njëjta dhe kjo është të shqetësuese. Kërkohet reformë e thellë në prokurim dhe duke vazhduar ka sistemi i blerjes së barnave deri nga prodhuesi, sepse garanton çmime më të mira dhe garanton gjithashtu cilësi më të lartë të barnave. Aktualisht është fatkeqësi sepse nuk ka një sistem për kontrollin e cilësisë së barnave dhe kjo është shqetësuese.